Kisha dosht me elaboru pak çka ka ndodhur në aspektin ushtarak edhe në aspektin e sigurisë, edhe mund ndërlidh ndoshta pak tani edhe me botën, me Kosovën. Mas pari, the Iran deal që u bë në marrëveshja me Iranin, që është bërë në vitin 2015, ndërmjetësuar prej perëndimet, i ka vendos do korniza, mas pari kanë kriju një pajtoshmëri që ata nuk do ta pasurojnë uraniumin për ndonjë qëllim ushtarak të weaponizing apo të armëve nukleare, po vetëm për arsye civile të energjisë e kështu me radhë. Dhe ato e kanë vendos edhe një limit ku thuhet që veç niveli i pasurimit me mri maksimumin 3.67%, që është nën weapons grade, nën nivel të armatimit. Mandej, Agjencioni Ndërkombëtar për Energji Atomike ka pas gjithashtu të drejtë ekskluzive që 24 orë çdo ditë, 7 ditë javës me pas qasje në gjithçka që ka të bëj kretë infrastrukturën që ka të bëj me pasurimin e uraniumit. Se ideja ka qenë që nuk i kanë besu, edhe fillimisht, nuk e kanë pas për ditë kontekstin e brendshëm, se Irani nuk është që e ka fshi ambicjen, duke përmendë disa kontekste edhe ma hershme, kështu që s'po du mi përsërit, po nuk është që e ka fshi ndonjëherë ambicjen për me pas armë nukleare dhe për me dominu rajonin. Mandej, njëkohësisht, Irani ka luajtur rol shumë destruktiv nëse e kthyer në stabilitetin rajon përmes financimit të Hutis në Yemen, mandej Hezbollahit në Liban, edhe të Hamasit në Palestinë, ku edhe ka arrit me marginalizu komplet qeverinë legjitime të Palestinës, një organizatë e cila njihet si organizatë terroriste, njëkohësisht edhe Hezbollahi njihet si organizatë terroriste. Dhe jo veç e ka financu, po dhe i ka armatus. Edhe ju ka dhonë armë shumë të avancume. Vite të fundit, a ka ndryshu pro, a ka fillu vërtet me kriju armë bërthamore, se kjo është arsyetimi Izraeli nuk ka pas asnjë shiko, problemet më të mëdha janë kur del një armë e rrezikshme kur del prej kontrollës. Shumë e kima lehtë mu marrë me dikon që është akter shtetëror, sesa mu marrë me proxy, me akter jo shtetëror. Viteve të fundit, aktorët jo shtetëror kanë paraqitur rrezikshmëri më të lartë për sigurinë kombëtare të vendeve. Dhe në qatë moment që një shtet si Irani, që financon organizata terroriste, fillon me kriju armë nukleare, edhe ti nuk mundesh me kontrollu, edhe nuk ki mirë besim me ta, sepse vlerat janë krejt ndryshe, funksionojnë krejt mënyra të ndryshme, rreziku ekziston që përmes proksive mos me pas kontroll edhe kush i mban armë nukleare. Ne e dim që për shembull Izraeli nuk është pjesë Nuclear Non-Proliferation Treaty, e Irani është, po megjithatë, përmes veprimeve Irani ka kriju qëtë mosbesueshmëri. Njëkohësisht, Izraeli zyrtarisht nuk ka armë nukleare, po jo zyrtarisht tonë e dim, parafërsisht i ka 80-90 minimum. Tash, sistemet, domethënë nuk ka pas ndonjë arsye tjetër përveç rrezikut që ka paraqit për Izraelin, kryekot dhe për rajonin, përmes pasurimit të uraniumit, që këta thojnë që kanë fakte që është pasurur uraniumi, pra ndaj, ky sulm nuk ka qenë sulm që quhet, domethënë, luftë e hapur. Ka qenë sulm për eliminimin e një kërcënimi, për shkak se ka pas targete specifike, i ka targetu instalacionet power plants që kanë kriju energji bërthamore, edhe ka targetu udhëhecat kyç që kanë pasur rol kyç. Përfshirë edhe shkencëtar. Edhe shkencëtar. Dhe domethënë edhe sulmin e ka dizajnu Izraeli në bazë qëllimit që e ka pas, sipas nivelet të kërcënimit. E kërcënimi në këtë rast ka qenë pasurimi i uraniumit. Dhe mendoni që është i evitum tashmë ky kërcënim? Tash mbetet me vlerësu. Nuk kemi informata publike se sa ka qenë suksesi krejt operacionit. Mirë po, çka muj me thonë është që Izraeli ka sisteme ultra të avancume. Përveç dom që tonë e dim këtë mbrojtjen për raketa sistemin e mbrojtjes për raketa me short range apo me distancë shkurt që shkon prej 5 deri në 70 km, mandej e ka David Sling që është deri në 300 km, edhe ka Aerosystem që është për ballistic missiles dhe në 2400. Aktualisht është të e zhvillu një next generation weaponry, armë të gjeneratës së ardhshme, që janë komplet laserike, ka municion pa limit, sepse ajo përderisa ka energji krijon, domethënë. Sargjon Gjo, sargjon energji. Quhet Iron Beam. Dhe në qatë moment që finalizohet Iron Beam, një farë forme, ose në tjetërën, Izraeli është
këgja i pampushtur dhe dominon rajonin. Prandaj edhe tash kjo ka kriju pjesa e mbrojtjes, pra të çlirio sistemin. Prandaj edhe po mendoj që edhe kjo power play, tash edhe mënyra që shbohen, që është deeskalohet situata, varet shumë edhe prej fuqisë reale. Në siguri quhet mutually assured destruction, kur dy shtete janë sigurta që nëse eskalohet situata, të dyja e dinë që shkatrojnë, sfiton kërkosh, e shkatrojnë plotësisht njëna tjetrën. Dhe në krahun e Izraelit, kjala të tjerë, që kanë natyrisht armë nukleare, dhe dim që dhe Izraeli ka armë nukleare. Në krahun e Iranit, natyrisht edhe ajo ka aleat të cilët kanë armë nukleare.